Mbrojtja e personave të komunitetit me orientim të ndryshëm seksual në vendin tonë ka qenë tema e një tryeze diskutimi të organizuar nga Ministria e Punës në bashkëpunim me ambasadën Pink dhe shoqatën LGBT Pro Shqipëri. Drejtues të Ministrisë së Punës, ambasadori holandez në Tiranë, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, kanë vënë theksin tek përmirësimi i situatës dhe marrjen e masave kundër diskriminimit për këtë komunitet. Komisionerja për mbrojtjen nga diskriminimi Irma Boraku thotë se nuk ka të dhëna të sakta për këtë komunitet, i cili për shkak të mungesës së sigurisë qëndroni fshehtë duke mos pranuar hapur të qendit homoseksual, biseksual dhe transseksual. Ka një situatë në të cilën përfaqësuesit e këtij komuniteti ose janë në fshehtësi, dhe me thanë janë të pa identifikuar, sepse kuptohet ekziston frika për të qenë i dukshëm, frika ndaj reagimit të komunitetit, ashtu siç ka dhe një pjesë e këtij komuniteti që është komuniteti transgender, që është i dukshëm dhe që në fakt shpeshherë është edhe, si thua, viktimë e sjelljeve të dhunshme. Pikërisht për këtë ushtrua edhe nevoja apo domosdoshmëria e organizimit të fushatave ndërgjithësuese të gjithë komunitetit në raport me të drejtat e komunitetit LGBT, por njëkohësisht dhe domosdoshmëria e realizimit të studimeve. Ministri Ksera ka bërë të ditur gjatë këtij takimi se institucioni që ai drejton ka ngritur grupin e punës për hartimin e planit të masave kundër diskriminimit për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor.